Me rastin e festës së Kurban Bayramit, Basia Fetare Islame e Republikës Maqedonisë së Veriut organizoi manifestimin tradicional me moton Baklava e Bayramit, ku për mysafirët e ftuar u servua baklava dhe ëmbëlsira tradicionale për këtë fest. Kreu i Basisë Fetare Islame, Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetai, në fjalën e tij përshëndet se falenderoi mysafirët për prezencën dhe urimet e tyre me rastin e festës së Kurban Bayramit, ndërsa mes tjerash u shpreh se ky manifestim organizohet me qëllim që në vazhdim dhe në të ardhmen, në raste të këtilla si kjo, të urojmë dhe të festojmë së bashku. Jemi të nderuar që në këtë natë festive të Kurban Bayramit jemi bashkë për të përjetuar çaste të këndshme, duke nderuar sakrificën që besimtarët bëjnë në këto ditë të shenjta përmes prerjes së kurbanit. Festa e Kurban Bayramit është shprehje e besimit të palëkundur, gatishmërisë për të sakrifikuar madje edhe më të shtrenjtën për idealin e shenjtë dhe për vlerat më të larta siç janë besimi, dija, morali, familja, solidariteti dhe veprat madhore që janë obligim i krijimit të njeriut. Sakrifica apo institucioni i kurbanit është një dëshmi konkret dhe na jep porosinë e parimit shumë të rëndësishëm në jetën e njeriut. Nuk ka vepra madhore pa përpjekje dhe flijim madhor dhe të sinqert. Njeriu vlen aq sa është i gatshëm të ndajë më të dashur për hir të njeriut dhe për kultivimin e vlerave të larta që janë të domosdoshme për shoqërinë njerëzore. Kurban Bayrami na përkujton domosdoshmërinë e respektit dhe harmonisë në mes njerëzve, veçanërisht në vendin tonë, multikonfesional dhe multietnik, për të qenë të bashkuar në ndërtimin e një shoqërie të drejtë dhe të begatë, e për të ecur së bashku drejt një të ardhme të ndritur. Të nderuar vëllezër e miq, zonja dhe zotrinj, kjo festë le të jetë një rast kthimi drejt vetvetes, largimin nga e keqja dhe rikthimi tek e mira, tek afërsia, paqja, barazia, drejtësia dhe dashuria ndaj Zotit të Madhrishëm. Fetai në vijim të fjalës së tij në emër të Basisë Fetare Islame, organeve dhe institucioneve që drejton Basia Fetare Islame, uroi festën e Kurban Bayramit të gjithë besimtarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe më gjerë.